Duhet të them që unë jam shumë e fat për familjen që kam. Në atë kohë, neve jetonim në Tiranë dhe unë kam gjithë familjen në Amerikë. Familja e bashortit tim ka qenë mbështetje shumë e madhe që nga fillimi deri në fund, sepse ne kemi qenë shumë afër me to atje. E kanë prit në mënyrë shumë fisnike, them drejtën. Nuk më kanë bërë asnjëherë të ndjem sikur po bëhet çfarë po ndodh, domethënë është diçka në vetvete është diçka shumë e rëndë kur e dëgjon. Por mbështetja e familjes është shumë kryesore në gjithë të rrugtim. Kështu që jam shumë e fat. Unë prindërve të mi nuk i kam tregu deri vonë, sepse këtu prekem, ju kërkoj shumë ndjes. Sepse unë dhe mami po kalojmë të njëjtën gjë. Nuk e mendoja ndonjëherë që do kaloja. Do bëja seanca kimioterapi në të njëjtën kohë me mamin. Kush është njeriu që Kështu shjeta. Betejat vijnë për njerëzit e fortë, Anisa. Edhe është ajo shpreha që thotë që Zoti na jep aq sa mbajmë. Dhe ndonjëherë na vën në forcë durimi, na vën në forcë durimin, forcën, vën në provë edhe njerëzit që kemi afër. Kështu që asnjëherë nuk është e lehtë, por kush është njeriu me cilin të vjen më natyrshëm të flasësh në këtë moment? Se zakonisht sa kalojmë vështirësi, zgjedhim gjithmonë dikë, ndoshta nuk është ai që e kishim menduar, mund të jetë edhe dikush që as nuk na shkonte në mendje, por që zgjedhim me cilin qoftë ta pim atë kafen vetëm, pa folur, por që e zgjedhim për ta pasur afër. Në fakt, instinktivisht më shkon mendja te motra ime. Ajo ka qenë një forcë e jashtëzakonshme, them drejtën. Po të mos ishte ajo, domethënë ajo na priti këtu, na hapi derën bashkë me bashkëshortin e vet. Jemi ndjekur shumë të mirë pritur. Domethënë ka qenë një ngrohtësi që mua sikur ma lehtësoi një barë shumë të madhe që vinte me gjithë të sëmundje. Pastaj edhe pa ndihmën e bashkëshortit tim, nuk e di, nuk do bëja dot asgjë gjë pas sytë e fëmijëve të mi. Ato kanë qenë forca më e madhe, të drejtën. Duhet jetë shumë e vështirë të bashkëjetosh çdo ditë me këtë sëmundje. Besoj ndoshta më shumë se sa me sëmundjen me pasigurinë që ajo shoqëron. Me pasigurinë, me frikën, megjithatë Aurora ja vlen të përmendet diçka, domethënë ti merr një diagnozë, por është shumë e rëndësishme. Unë nuk e dija deri vonë, sepse unë deri mbas një viti nuk kam qenë gati, domethënë, të flisja për këtë temë. Dhe tani mbas një viti e kuptoj që në fillim, kur unë mora diagnozën, domethënë përfundimtare, që në fillim unë këtë e trajtova si diçka që do ikte. Nuk e kam trajtuar asnjëherë si diçka, si një dënim në jetën time. Më ka mësuar pafund kjo gjë, domethënë, ka qenë një bekim në vetvete, sepse më ka tjetërsu komplet perspektivën për jetën. Unë e trajtova si një mysafir që erdhi më mësoj diçka dhe do ikte, nuk do më mposhte më kjo gjë, domethënë absolutisht nuk e pranoja dot. Dhe ti duke shumë mirë në fakt. Dhe ta them këtë gjë sepse unë po të shoh tani, edhe realisht domethënë është shumë shpresdhënse, gjithë qëndrimi yt, optimizmi yt, krenaria jote, mesazhet e tua. Dhe të shoh mirë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Në fakt ndihem shumë mirë, jam me fat. Ndihem me fat, them drejtën, edhe nuk ka qenë as pak e lehtë, mirë po kam studiuar shumë gjatë kësaj kohe, kam hulumtu pafund që mos ngelesha vetëm dorë të ilaçeve, por jam mundu ta mbështes veten shumë nga dieta, nga stili jetesës. Kjo ka qenë. Në fakt, edhe unë personalisht duke qenë se një nga njerëzit e mi të afërt,
ndoshta gruaja që kanë pasur më afër në jetë Anisa, e ka kaluar këtë gjë dhe është operuar vitin e kaluar, e kam ndjerë për ta kuptuar që është një smundje psikologjike. Do të thotë që ti edhe kur e kalon, por edhe kur e mund, sërish të vuan atë pjesën e pasigurisë, ndaj kjo qasja pozitive, ndaj gjithë i procesi, është ndoshta edhe ilaçi më i mirë, medikamenti më i mirë në luftën kundër saj. Ka të bëj shumë. Vërtet që mund të them që gjysma e gjithë rrugtimit është shumë e rëndësishme të jetë me një qasje pozitive dhe unë edhe në fakt edhe kishte një ndryshim edhe nga ana spirituale për mua, sepse unë u mbështeta shumë edhe në forcën e Zotit dhe lutesha shumë të gjithë kohës. I pa gjërat me një sy tjetër, shkurt. Domethënë është e pamundur pa të bërë një shkundje të fortë, një ndryshim shumë i madh. Kush është mesazhi Por që do të jepi? Por që siç thash, sigurisht që trupi kalon një shok, mirë po është mirë që në momentin kur ti e kupton, e pranon së pari, hapi i parë është e pranon. Ka ardhur, siç ka ardhur, do iki. Ky është i gjithë mënyra se si e mendon gjën. Sigurisht është një luftë, ke kimio, ke rizatim, ke operacion përpara, mirë po një këshill që më ka dhënë një mjek i parë i fare që kam takuar në Amerikë ishte që duhet marr çdo gjë shkallë. Domethënë i kalon shkallët një nga një, nuk shikon tani ke një vështirësi dhe mendon më të keqen asnjëherë, mendoje më të mirën. Ti ashtu e ndihmon shumë veten. Edhe të tjerët rreth teje, sepse familja që është afër teje kërkon të shikojë një sy pak më pozitiv, sidomos fëmijët, është e pamundur pa pas të qasje. Duhet ta kesh. Anisa, kush është mesazhi që do jepi për gratë? Pikërisht ky është mesazhi, të tregon atë forcë që kanë brenda vetes. Ky është momenti ta shpalosin. Ky është momenti ku duhet tregojnë që nuk ka gjë që i mposhtë dhe po e përsëris edhe një herë, ta trajtojnë të gjithë këtë si diçka që do largohet. Thjesht ka ardhur me dhënë një mesazh, me dhënë një mësim, me dhënë një drejtim, po asnjëherë me qenë mposhtje, asnjëherë me qenë fitimtar, kurse si. Anisa, unë të falenderoj shumë për të bisedë. Uroj me shpirt që ai mysafiri që erdhi për të mësuar diçka të largohet, duke të lënë vetëm mësimin